Faleminderit. Unë nuk hyj në përmbajtjen e diskutimeve të deputetëve, është drejta juaj, por jo, dakord. Thjesht për t'ju informuar se mbase ju ndihmoj në ndryshimet në rendin e ditës, shtimet e çështjeve në rendin e ditës bëhen sipas nenit 31.2 e rregullores. Nëse dëshironi mund ta lexoj se na ndihmon në diskutimet e tjera. Pra, ndryshimi i rendit të ditës për të diskutuar ose vendosur në seancë plenare për çështje që nuk janë në rendin e ditës, Kuvendi merr vendim me jo më pak se 3/5 të deputetëve të pranishëm. Propozimet për vendosje të çështjeve të tjera në rend të ditës duhet paraqiten me shkrim nga të paktën 10 deputet, nga një kryetar grupi parlamentar ose nga Këshilli i Ministrave vetëm para fillimit të seancës, para fillimit të diskutimeve të një pike të rendit të ditës ose kur është pezulluar diskutimi. Kështu që ju lutem, nëse keni një minutë, nëse keni propozime, ju lutem zbatoni rregulloren, ti marrim shqyrtim, ti hedhim në votim. Ka deputet tjetër që do të flasë për shpjeguar votën? Zoti Noka. Zoti kryetar, kjo që sapo bëhet tani është turp për një parlament. Ju ka sjell grupi juaj një kërkesë dhe ju me urgjencë e trajtoni, ndërkohë një kërkesë të grupit ton parlamentar, e cila përputhet plotësisht me kërkesën e atyre qytetarëve që protestojnë, po bëjnë gati 2 muaj që janë në shesh me pika të përcaktuara kërkesave tyre, ju i neglizhoni apo ju i hidhni tutje në kosh dhe nuk i konsideroni. Ata janë qytetarë, kjo është opozita e vendit. Ata janë qytetarë të këtij vendi që protestojnë kundër narkoregjimit, kundër babzisë, kundër shkatërimit dhe për një Shqipëri normale dhe për një qeverisje normale dhe jo për një narkoqeveri. Ndaj duhet ju bazuar në rregullore, sepse keni detyrë kërkesat ti trajtoni, të fusni në urgjencë në rend dite çështjen e kërkuar nga opozita dhe të mbështetur edhe nga qytetarët dhe nga protesta e tyre. Ju po e shndroni këtë parlament në një parlament. Shikoni edhe sondazhet. Çfarë tregojnë? Po shndrohet në institucionin më të pabesueshëm, më të poshtruar, një institucion i zgaravitur. Pra, i zgaravitur. Shiko, ju jeni zgaravina, unë nuk doja t'ju thoja dhe ju jeni zgaravina, po s'kam që them. Ashtu jeni. Tani, ky është një realitet. Ndaj, zotri, nëse do t'i japish parlamentit, hije në një parlamenti normal, trajto dhe fut në rend të ditës me urgjencë kërkesat e opozitës dhe të protestuesve që janë prej 50 ditësh në shesh. Shumë dakord, paraqiteni sipas rregullores dhe hajde ti fusim, ti hedhim në votim, siç e ka rregulloria. Zonja Jorida Tabaku, shpjegim vote kundër. Kemi edhe balancë gjinore. Na detyron rregulloria. Zoti Peleshi, ligji investimeve strategjike për disa nga deputetët këtu është një ligj i ri në fakt, po disa prej nesh kanë 10 vite që flasin dhe kundërshtojnë. Që në vitin 2016 kanë prezantuar amendamente për ligjin e investimeve strategjike. Në vitin 2017 kërkuan për herë të parë të pezullohet. Në vitin 2019 e ripërsëritëm kërkesën. Kur disa deputet këtu e sillnin vit pas viti dhe këtu referohen dhe kolegëve që sot bëjnë ironi e qeshin, kërkesën për të pezulluar ligjin e investimeve strategjike, të gjitha shkuan në vesh të shurdhët. Ligji i investimeve strategjike ka shpërndar sot rreth 80 projekte. 70 projekte kanë shkuar për dhënie leje turizmi. Ka tërhequr vetëm një investitor të huaj. Absolutisht asnjë vend pune të krijuar në ekonomi, asnjë përfitim, vetëm ndarje favoresh. Në vitin 2022, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, solla një propozim ligjor për ta pezulluar atë ligj dhe për të krijuar një ligj kuadër për investimet, sepse Shqipëria nuk ka pse t'i ndaj porte, aeroporte, sikur t'jetë nënës e të babës. Përsëri u refuzua. Është një betejë gjatë ajo që kemi bërë në këtë parlament,
që sot është ngritur gjithë Shqipëria e Tirana në shesh. Është një betejë e gjatë se lidhet edhe me kërkesat e procesit integrimit. Nuk mund të ketë dy standarde. E duam integrimin për ligjin e drejtës autorit, por nuk e duam për investime strategjike. E duam integrimin sa herë që duhet t'i themi opozitës, ku jeni ju e pse nuk votoni, por nuk e duam për ligjin e zonave të mbrojtura. O ka një proces integrimi me vullnet të plot që ju e keni shkelur deri më sot, ose këtu gënjeshtra e propagandë për qytetarët çdo ditë nuk mund të ketë. Procesi integrimi ka kërkuar që 3 vite më parë, anullimin e ligjit investime strategjike. Keni marrë ju angazhim pozicionet negociuese, edhe në kapitullin 30, edhe në kapitullin 27, që këto ligjet do ndalonin që në 2025-ën i shtyt prap, për më tepër dhat edhe koncesionin e porteve të investimit. Faleminderit. Tani është limituar koha, lutem, përfundoni fjalinë. Tani, në qoftë se ne duam këtu në këtë parlament, punojmë për integrimin, le të fillojmë nga këto 2 ligje. Çdo gjë tjetër është propagandë. Faleminderit. Zoti Belind Këlliçi. Zoti kryetar, ajo që ndodhi pak më parë është prova më flagrante se si ky parlament me kartonat e mazhorancës çdo ditë më shumë distancohet nga problemet reale që ka sheshi, ka shoqëria shqiptare, kanë qytetarët shqiptarë. Sa i lehtë qenë ka që me një kërkesë formale të ndrohet rendi i ditës, të hiqen projekt ligje, të hiqen diskutime dhe të vendoset në prioritet agenda e Partisë Socialiste, kur ndërkohë, prej 51 ditësh tashmë, ka një shesh që është i mbushur plot me qytetarë, janë me 10 mijëra qytetarë që protestojnë. Është e paimagjinueshme që Parlamenti Evropian datë 17 qershor miraton rezolut për problemet që ka Parlamenti i Republikës Shqipërisë, kërkohet në Parlament Evropian shfuqizimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ky Parlament refuzon të flasë për këtë çështje. Është e paimagjinueshme që ne si grup parlamentar, me që përmendni rregulloren, kemi pothuaj një muaj, ja ku e ke shkresën në datë 22 qershor, të ka ardhur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkesa për mocion me debat, ku ndër të tjera janë 5 kërkesat kryesore që sot i ka çdo qytetar shqiptar, që kanë uzurpuar çdo vëmendje qytetare dhe mediatike, që janë sot kryetema në çdo tavolinë dhe tryezë diskutimi. Është fuqizimi i paketës maleve, ligjit për investime strategjike, zonat e mbrojtura, trashëgimia kulturore, edhe dorëheqja e kryeministrit edhe e gjithë qeverisë. Si ka mundësi që asnjëherë kërkesat e opozitës nuk merren parasysh? Si ka mundësi që shkojnë deputetët e Partisë Demokratike në Parlament Evropian, paraqisin 35 amendamente, 31 prej tyre i votojnë pro edhe eurodeputetët, flasin eurodeputetët për problemet që ka Shqipëria dhe refuzon ky kuvend të flasë për problemet që kanë qytetarët shqiptarë dhe rinia shqiptare. Ndaj, ajo që ju tham pak më parë, bie drejt për drejt mbi ju pikës pari, sepse jeni ju përgjegjës për menaxhimin e situatës në këtë sallë, për problemet që diskutohen në këtë sallë, edhe për t'i thritur edhe ndërgjegjes kolegëve tuaj në... Faleminderit. Përgjegjësia ime është që të vendos sipas rregullores dhe mocionin e ka votuar seanca, jo kryetari i kuvendit. Ju e dini mirë të. Urdhro? Zoti Klevis Balliu, shpjegim vote kundër. Tani kryetar, ose ju bëni sikur s'merrni vesh, ose pasaj nuk hani pyk. Ne këto projekt ligje, këto propozime,